Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Përkujtohet 15 vjetori 20 janarit, kryeministri Rama dhe familjarët nderojnë 4 protestuesit e vrarë në bulevard, kërkohet ndëshkimi i krimit shtetëror. Gjykata dënon me 130 vite burg klanin Duka, grupi kriminal ekzekutoi ish policin Santiago Malco pas konfliktit me Ervis Martinajn për lojrat e fatit. Rreshtet e dendurat të Dëborës bllokojnë përkohësisht rrugën e Arbërit, probleme me qarkullimin e automjeteve edhe në disa akse në veri dhe juglindja. Vjojmë gjërësisht me lajmet, kryeministri Rama, familjar të viktimave, deputet dhe zyrtar të tjerë, kanë kujtuar sot 4 të vrarët në protestën e 20 janarit duke vendosur lule në bulevard. Rama deklaroi se 15 vjet pas këtij krimi të rënd, ende drejtësia nuk ka ndëshkuar ata që urdhëruan vrasjet. Ai u shpreh kritike edhe ndaj prokurorisë së posaçme, që sipas tij bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Kjo e mërkur shënon 15 vjetorin e protestës së 21 janarit 2011. Tubimi i përgjakshëm solli vdekjen e Alex Nikës, Ziver Veizit, e Kurandetës dhe Faik Myrtajt. Me lule në duar, kryeministri Edi Rama së bashku me familjarët e viktimave, drejtues të tjerë të PS dhe ish protestues, përkujtuan viktimat në vendet ku humbën jetën. Më herët, paranisi së homazheve, mbajti fjalën kreu i qeverisë Edi Rama, i cili theksoi se drejtësia vonoi të zbardhë një krim shtetëror. Qënë kryetarës se 20 janari si një krim shtetëror hyn tek ajo kategori krimesh për cilat historia na mëson se drejtësia vonon shumë. Por ama nuk haron kur. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe. Kryeministri kritikoi dhe drejtësinë e re, duke u shprehur se SPAK u soll sikur dosja e 21 janarit nuk ekzistonte. Fatkeqësisht, për vite me radhë, edhe vetë SPAK u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Për mediat, xhaxhai të ndjerit Alex Nika u shpreh besim plot se drejtësia do të japë përgjigjen që presin prej 15 vitesh. Ne nuk kërkojmë hakmarrje, por drejtësi. Nuk kërkojmë përjashtime, por barazi para ligjit. Apeli për drejtësi bëhet çdo vit nga familjarët e viktimave, por deri më tani nuk ka ende një verdikt final për përgjegjësit kryesor të vrasjeve në bulevard. Prokuroria e posaçme po vijon të mbledh dëshmi të reja për 20 janarin. Drejtuesit më të lartë shtetëror të asaj kohe janë marrë në pyetje për të zbardhur se kush i urdhëroi vrasjet e protestuesve. Një provë kyçe konsiderohet një audiopërgjim ambiental për të cilin po pritet përgjigja e ekspertizës shkencore. Që në 15 korrik të 2024, kur SPAK u detyrua nga gjykata e lartë të rihap dosjen e 21 janarit, për herë të parë kanë dëshmuar zyrtarët më të lartë të shtetit për kohën. Prokuroria speciale ka pyetur ish kryeministrin Sali Berisha, numrin 2 të tij Ilir Meta, ministrin e Brendshëm Lulzim Basha dhe presidentin e atëhershëm Bamir Topi. Duke thirrur zinxhirin më të lartë shtetëror, organi akuzës synon të zbardhë rolin e secilit nëse është implikuar ndonjëri në dhënien e urdhrit për të qelluar mbi protestuesit, duke vrarë 4 prej tyre në mes të bulevardit dëshmorët e kombit. Megjithatë, përcaktuese në këtë proces do të jetë përgjigjja e autoriteteve të huaja për audiopërgjimin ambiental që ka dorëzuar në prokurori Mark Nika. Xhaxhai të ndjerit Alex Nika qëndroi jetë duke protestuar, ndërsa pritet edhe përgjigjja e ekzaminimit shkencor nga autoritetet në Rom për predhen që i mori jetën protestuesit nga Lezhë. Krahas shefit e ekzekutivit në 2011 dhe një pjesë të kabinetit të tij, derën e SPAK e kanë parë edhe 8 persona të tjerë ish zyrtar që kanë protestuar për rrëzimin e qeverisë Berisha 15 vjet më parë. Ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i ndjekur nga ish ligjvënësit socialist Xhemal Qefalia, Armando Prenga e Arben Çuko,
kanë dhënë deponimet e tyre përballë prokurorit Alfred Shehu. Për mediat ata kanë thënë se ishin thirrur si persona që mund të kenë ndjeni mbi vrasjet e protestuesve, pasi kanë qenë organizator të tubimit. Ndërkaq ish drejtori i përgjithshëm i policisë Hysni Burga dhe zëvendësi i tij Agron Kuliçaj janë akuzuar se kanë zbatuar me vonesë urdhër arrestet e prokurorisë në 2011, mirëpo ata publikisht i mohuan pretendimet. E megjithatë prokurorët e kohës kanë konfirmuar për Vision Plus se kanë pasur probleme me zbatimin e urdhër ndalimeve që ata kishin nxjerr. Por si u hap dosja 21 janari, vendimi i gjykatës së lartë u paraprin nga një tjetër vendimmarrje, ajo e gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg, ku çështja Nika kundër Shqipërisë u fitua. Strasburgu i dha të drejtë familjarëve të Alex Nikës, duke i konsideruar vrasjet krim shtetror. Ka qenë pikërisht vendimi unifikues i gjykatës europiane që detyroi edhe gjykatën e lartë të jepte dritën jeshile çeljes së hetimeve të dosjes 21 janari e përrjedhoi, vuri spaku në lëvizje. Procedimi penal është regjistruar për 3 akuza të rënda, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Protesta e 20 janarit të vitit 2011 nisi si reagim i fortë kundër qeverisë së drejtuar nga Sali Berisha, por demonstrata që kishte marrë shkas nga publikimi i videos së ish-zëvendës kryeministrit Ilir Meta përfundoi me vrasjen e protestuesve nga garda. 15 vjet më parë, opozita e asaj kohe e drejtuar nga Partia Socialiste udhëhoqi një nga protestat më të mëdha kundër qeverisë. 21 janari nisi si një reagim kundër korrupsionit në momentin kur kundërshtia ndaj Partisë Demokratike në pushtet kishte arritur kulmin me publikimin e vetëm pak ditëve përpara demonstratës të video përgjimit të ish-zëvendës kryeministrit Ilir Meta. Mesditën e të premtes, teksa qytetarët protestonin përpara një kryeministrie të mbushur me forca policie, nisën përplasjet e para, fillimisht duke u qelluar në ajër me plumba manovër. Dërsa disa tubues kishin nisur të largoheshin, forcat e Gardës së Republikës qelluan mbi turmën me plumba të vërtet. Vdekja e menjëhershme 3 prej protestuesve solli përshtjellim të jetës politike në vend, duke tronditur edhe mëtej ndërkombëtarët, të cilët deri atëherë shpresonin në zgjidhjen e krizës politike të zgjatur, të krijuar qysh prej përfundimit të zgjedhjeve të 28 qershorit 2009. I pari u vras Ziver Veizi, që ndodhej pranë portës së hekurit, pas tij hekuran Deda e Faik Myrtaj. I shtrirë në bulevard mbeti edhe Alex Nika, i cili ndroi jetë 2 javë më pas, që të katërt të paarmatosur që protestonin paqësisht. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama akuzoi drejt për drejt qeverinë për vrasjen e 4 protestuesve. Kryeministri Berisha fillimisht akuzoi se protestuesit vranë njëri tjetrin. Mëtej e ngriti nivelin e akuzave duke formuluar termin puç, në të cilin sipas tij përfshiheshin drejt për drejt Presidenti i Republikës Bamir Topi, krye prokuroria Ina Rama, kreu i Shish Bagri Shaqiri e natyrisht krye socialisti Edi Rama, të gjithë si bashkëorganizator. Madje në mbështetje të kësaj akuze, mazhoranca e atëhershme ngriti një komision hetimor, i cili në mungesë të opozitës ishte i detyruar të kryente hetim parlamentar për institucionet kryesore në vend, që presupozohej të kishin informacion në lidhje me demonstratën e 21 janarit. Por vetë komisioni u sfumua rrugës pasi nuk arritje të përfundonte me një hetim konkret, ndërsa të dënuar përfunduan ish komandanti i Gardës Ndrea Prendi me 1 vit, si dhe gardisti Agim Lupo me 3 vjet, por që sot të dy janë të lirë. Sali Berisha nuk ndryshon qëndrim për 20 janarin dhe thotë se gjithçka ndodhi për fajt e Edi Ramës. Sipas tij, edhe rjetimi i çështjes nga SPA ka vetëm qëllime politike. I pyetur për bordin e paqes, Berisha ka vlerësuar nismën e Trump, duke lënë të kuptohet se demokratët mund të votojnë pro saj në parlament. Në 15 vjetorin e protestës tragjike ku mbetën të vrarë 4 qytetarë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti qëndrimin e kahershëm se dubimi i socialistëve ishte protesta më e dhunshme në historinë e vendit. Në një konferencë me gazetarët, Berisha vuri në dukje se ai ka dëshmuar pranë prokurorisë për këtë ngjarje. E qëndrimet e tij janë të njohura, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po përdor ngjarjen e 21 janarit për qëllime politike. Edi Rama kërkon të përdor këto viktima për të shpëtuar lindën e tij, veten e tij, mirëlindjen e tij, lubinë e tij. Asnjë qëllim tjetër.
por amban Sali Berisha si kryeministër në atë kohë përgjegjësi morale apo ligjore për vrasjen e 4 protestuesve. Përgjegjësia ime se hidhnin gur dhe pluma. E mohoj sot, po ato janë dritare, ato janë dokumentura, pluma dhe revolte tyre. Janë të dokumentura, drejt kryeministit që ishte në detyrë, nuk blindoja dyru, blindisha vetu, nuk shoja zyrët, nuk bëja këtë frikacak, që jam bath, ja unë zyrë, pse zyrë, isha në drejtën time. Po, sigurisht e ngjarja fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Ndërkaq Berisha është treguar i kujdesshëm në lidhje me komente ndaj ftesës presidentit amerikan Donald Trump, drejtuar kryeministrit Edi Rama për Bordin e Paqes. Bordi i Paqes, si me sa di unë, i është shpërnda ftesa për shumë e shumë vende. Pra, presidenti Trump aty ka ftuar vendet. Në Shqipëri, shefi i ekzekutivit nuk është presidenti, është ceremonial presidenti. Ceremonial. Kështu që ftesa në këtë rast, sepse ka probleme ekzekutive, i takon kryetarit të qeverisë. Berisha është treguar i kujdesshëm edhe për votën e Partisë Demokratike, nesër kur në parlament votohet Bordi i Paqes. Parimisht, ne mbështesim plotësisht përpjekjen dhe vlerësojmë lart përpjekjen për paqë në Gaza. Planin për paqë të presidentit Trump. Nuk di se cilat janë asgjë tjetër më shumë se kaq. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha shfrytëzoi komunikim me gazetarë për t'u bërë apel qytetarëve të bashkohen protestës së opozitës në datën 24 janar për largimin e kryeministrit Edi Rama. Vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ivanka Trump, ka mbërritur paraditën e kësaj të mërkure në Vlorë, shoqëruar me forca të shumta policie. Ajo ka mbërritur në qytetin Bregdetar ku ndodhet në zonën e ujit të ftohtë në një nga hotelet e zonës. Mësohet se ajo është e shoqëruar nga bashkëshorti i saj Kushner, ndërsa kjo është era e disa që ajo viziton Vlorën. Vizitat në qytetin Bregdetar nisën që pas bërjes publike të projektit, që ajo dhe bashkëshorti i saj pritet të realizojnë përmes një investimi të madh në ishullin e Sazanit. Bëhet fjalë për ndërtimin e një kompleksi turistik elitar që pritet të ndryshojë krejtësisht ishullin e pabanuar aktualisht. Komisioni i ligjeve i hapi rrugën ndryshimeve në kodin penal duke miratuar propozimin për ashpërsimin e dënimeve në disa vepra. Paketa e ndryshimeve është pjesë e kërkesave që vijnë nga Bashkimi Evropian për kuadrin ligjor. Ndërkohë është parashikuar edhe dënimi me burg për parkimin e dyfish të makinave. Partia Socialiste në Komisionin e Ligjeve miratoi vetëm me një paketë të gjerë të ndryshimeve në kodin penal, që përfshin nga shpërsimi i dënimeve për trafikun e lëndëve narkotike, për pastrimin e parave, terrorizmin, deri tek shpërsimi i dënimeve për krime seksuale ndaj të miturve. Ndryshimet kryesisht vijnë për shkak të detyrimeve të vendosura nga Bashkimi Evropian si pasojë e procesit të negociatave për antarësim. Masat që propozon nëpërmjet këtyre ndryshimeve të kodit penal forcojnë legjislacionin tonë të brendshëm dhe e parafrojnë me Bashkimin Evropian, sa i takon pastrimit parave, luftës ndaj terrorizmit, trafikut paligjshëm drograve, trafikimit qenieve njerëzore dhe mbrojtjes viktimave të tij, abuzimit seksual dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe pornografisë fëmijëve. Për herë të parë në kodin penal futet një nen për të mbrojtur interesat financiare të Bashkimit Evropian, e kushdo që abuzon me fondet e BE-s dënohet me burg deri në 5 vjet, e nëse abuzimi përfshin fonde që kalojnë shumën prej 50.000 eurosh, dënohet me burg deri në 10 vjet. Majoranca socialiste vendosi të plotësojë sot edhe një kërkesë të hershme të Brukselit për të hequr nga kodi penal veprën e shpifjes për gazetarët e për të forcuar mbrojtjen ndaj tyre. Për këtë çështje ka hartuar një paketë edhe kryetaria demokrate e Komisionit Medias Jorida Tabaku. Tabaku kërkon që vepra e shpifjes dhe fyerjes të hiqet nga kodi penal për të gjithë punonjësit e medias, por edhe për qytetarët, pasi kjo është kërkesë e Komisionit Evropian. Ndërkohë që propozimet për mbrojtjen e gazetarëve janë njësoj si tek drafti i zonjës Tabaku edhe tek drafti i qeverisë, por propozimet e demokrates Jorida Tabaku hodhën poshtë. Unë ndjek e qartje të them të drejtën, sepse
Gjithë ditën, nga mëngjesi deri në darkë, thoni opozita nuk sjell propozime, nuk bëhet pjesë e procesit integrimit dhe në momentin e parë që keni mundësinë, ngrini me forcën e kartonave të gjithë kundër. Tani ky proces kryetar kërkon bashkëdakordsi për parime të rëndësishme, kushtetuese të cilat janë përcaktuar edhe në këtë propozim që unë kisha. Përtej këtyre ndryshimeve, qeveria ka vendosur të dënojë me burg edhe drejtuesit e automjeteve për parkim të dyfisht. Projekt ligji do rri dhe një fenomen tjetër të përditshëm, por me pasojë serioze për sigurinë publike, që ka të bëjë me parkimin në rresht të dytë, duke e trajtuar si vepër penale në rastet ku kjo pengon seriozisht qarkullimin dhe lëvizjen e mjeteve të emergjencës. Ndryshimet në Kodin Penal kërkojnë 84 vota për të miratuar, por mazhoranca i ka numrat e nuk ka nevojë për konsensusin e opozitës. Leonard Duka është dënuar këtë të mërkur me 30 vite burg si porositës dhe organizatori i vrasjes së ish policit Santiago Malco. Për 5 anëtarët e tjerë të grupit kriminal, gjykata dha 25 vjet për secilin. Krimi ndodhi për shkak të përplasjeve me grupin Ervis Martinaj për lojrat e fatit. Shpallet fajtor dhe dënohet me 130 vjet burg në total. Klani Duka i akuzuar për atentatin dhe ish policit Santiago Malco. Gjykata e posaçme dha 30 vjet burg për Leonard Dukën si porositës dhe organizator të vrasjes së Malcos në gusht të 2019-s. Vëllai i tij Erlis Duka u shpalli pafajshëm për të gjitha episodet që dyshohej, kurse Fatmir Hyseni, Aleksandr Manxhaku, Oltian Loga dhe Dritan Agaj u dënuan me nga 25 vjet secili për vrasje sipas grupit të strukturuar kriminal. Ekzekutimi i Santiago Malcos ndodhi për shkak të prishjes së pazareve të lojrave të fatit, një konflikt që kishte nisur që më herët mes dy miqve të dikurshëm, Leonard Duka e Ervis Martinaj. Në dosje thuhet që Malco, tashmë pjesëmarrës në grupin e Ervis Martinaj, dhunoi tangatin e Leonard Dukës, ndaj vëllezërit morën hak duke e qelluar me breshëri plumbash në zonën e Xhamllikut në kryeqytet. Ndonse SPA kishte kërkuar dënimin me 27 vjet për vëllain e Leonardit Erlisin, gjykata nuk e gjeti atë fajtor. Elma e viktimës së atentatit të gushtit të 2019-s, të hënën kërkoi dënim kapital për Dukën, duke thënë se i vrau djalin në mes të rrugës, ndërsa i dënuari Leonard Duka ka mohuar për fshirjen e tij në ngjarje. Policia e Tiranës ka goditur një tjetër rast të trafikut të armëve të zjarrit. Në pranga kanë përfunduar disa persona, ndërsa janë kapur automatik Kalashnikov dhe armë të tjera. Ato dyshohet se do të ushiteshin grupeve kriminale. Një hetim i nisur për më shumë se 3 muaj më parë nga Komisariati numër 4 u finalizua mbrëmjen e së martes me arrestimin e 3 personave të dyshuar si të përfshirë në trafikun e armëve të zjarrit. Këto janë momentet kur policia dhe forcat operacionale ndërhyjnë duke arrestuar 3 autorë të dyshuar, të cilët rezultojnë me rrezikshmëri të lartë dhe të dënuar më herët për vepra penale. Në pranga ra Artur Brahima, i 63 vjeç, i dënuar për drogë dhe mashtrim, si dhe Artur Rushiti, 46 vjeç, po ashtu i dënuar për plagosje. Personi i tretë që u arrestua është Ilir Zyberi, 55 vjeç, i dënuar për vrasje. Zyberi nje dhe me mbiemrin Avdillari, por për disa kohësh kishte marrë mbiemrin e bashkëshortës. 55 vjeçari ka qenë pjesë e bandës së Ysberishtit në vitin 1997, i dyshuar për të paktën 20 vepra penale. Ai madje ka qenë i dënuar me 22 vite burg për vrasjen e një shtetës italian, dënim që e ka kryer. Pas këtij dënimi ai u arrestua sërish për drogë në vitin 2017. Zyberi është vëllai i Fatmir Avdillarit, po ashtu pjesë e bandës së Ysberishtit, i njohur me Nofken Xubi, i cili u aksidentua për vdekje në bulevardin Migjeni në vitin 2021. Gjatë operacionet blut arritën që të sekuestrojnë disa armë zjarri, në pamje duken dhe autorët e dyshuar që kishin lidhur 2 Kalashnikov në rripin e pantallonave brenda makines Volkswagen. Armët kishin për qëllim që të shiteshin për llogari të grupeve të tjera kriminale në zonën e Freskut dhe të Tufinës. Armët ishin siguruar në qytetin e Fierit, ndërkohë që do të shiteshin në treg nga 700 deri në 800 euro. Krahas Kalashnikovëve, blu gjetën dhe sekuestruan dhe 3 pistoleta dhe municionet e tjera luftarake. Ndërkohë një tjetër person është arrestuar në Kamës, i akuzuar më herët si i përfshirë në një tjetër grup kriminal që trafikonin armë zjarri. Rruga e Arbrit është bllokuar në pjesën më të lartë të saj si pasojë e rreshjeve të dendura të Dëborës. 10 automjete janë detyruar të presin derisa borpastrueset bën të mundur hapjen e aksit.
Rreshtjet e Doborës bën që të bllokohet qarkullimi në rrugën e Arbërit për rreth 1 orë para ditën e sotme. Problematike situata u paraqit në segmentin e Zibrit, ku prania e Doborës bëri që më 10 automjete të mbeten të bllokuara. Situatë problematike paraqitet edhe nga tuneli i qafës së Buallit deri në fushë Bulqis, ku ka prani të Doborës. Autoritetet këshillojnë drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujtesë dhe të jenë të pajisur me goma dimërore e zinxhir. Sa kaq që rreshtjet kanë krijuar vështirësi edhe në zonat malore, ku në disa fshatra trashësia ka arritur deri në 15 cm. Shtabet e mbrojtjes civile në Bashkinë e Bulqizës kanë kërkuar ndërhyrje në rrugët rurale, si dhe firmave kontraktore të jenë në terren në rrugët nacionale. Në tunelet e rrugës së Arbrit në fshatin fshat të Klosit ka shkëputje të energjisë elektrike. Problem ky i vazhdueshëm ditët e fundit. Ishte gjithçka për edicionin informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.